Shëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakojmë sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak ngjarjet më të fundit dhe për të analizuar a mundi Rogerti t'i prishën dasmën Selinit. Unë them që ja prishi disponimin, ndoshta dasmën nuk ja prishi, por disponimin ja prishi. Tani, shumica e komentuesve e quajtën si një çift falso. Shumica e komentuesve nuk besojnë në marrëdhënien që Gimbo dhe Selin kanë ndërtuar. Unë mendoj që Selin, pa marrë parasysh gjithë atë disponimi që kishte gjatë gjithë ditës, nuk e priste që Rogerti të shkonte në dasmë. Ai mendonte që mesazhi që ja dërguan Rogertit do ta ndalonte Rogertin që Rogertit mos përfshihej fare, por të qëndronte në verandë, por Rogerti është i paparashikueshëm. Unë në fakt e pash një loj mes produksionit edhe Rogertit, sepse produksioni më herët në Instagramin zyrtar të Big Brotherit postoi një video, ku Rogerti paralajmëronte që do të shkonte në dasëm dhe do ta prishte këtë dasëm, dhe mendoj që ka qenë në një influencë, le ta quajmë kështu, që produksioni e ka bërë nëpërmjet Rogertit për të arritur klikimet. Por unë do të them që dasma u prish, se është më se normale. Imagjinoni tani të vi dikush në dasmën tuaj dhe të bën veprimet siç bënte Rogerti, të ofendon. Se sa do kudo të jenë në lojë, unë mendoj që banorët aty brenda janë të përfshirë në emocione dhe përjetojnë si të jetë një diçka shumë reale. Për shembull, Gimbo e përjeton si diçka shumë të vërtetë. Rogerti nuk ndalon së ofenduari, nuk është e lehtë edhe për Selin që ta dëgjojnë dhe orkestri apo të tjerët se çfarë Rogerti thot, por Rogerti dyshon që Selina e ka një lloj ndjenje të rrejshme me Gimbo këtë dhe ka bërë me plan me mirin që të largohen për të ruajtur dy grupet dhe të arrijnë të dy të shkojnë në finale. Këtë gjë që e thot Rogerti sot, unë e kam thënë pak më herët, ato që janë ndjekës të mi të rregullt e dinë shumë bukur analizën që kam bërë. Ndonjëherë kur ne i lëm gjërat në jetë të pasqaruara, të pashpjeguara, mendoj që ndodhin hamencime të tilla që na asocojnë të mendojmë që e gjitha kjo bëhet për lojë. Por unë nuk e mendoj që Selin e bën për lojë këtë gjë, mendoj që e bën për ndjenjë, sepse duke e ndjer lidhjen për ta bërë me Gimbon, ajo e pranoi edhe puthjen e Gimbos brëm, sepse në fund të ditës Selin ishte një banore e fortë, nuk i duhet një mashkull në krah për të vazhduar me diskutimet dhe për të luftuar brenda shtëpisë së Big Brotherit. Mendoj që e ka këtë kapacitetin e vetme që të luftojë në jetë, por do të shohim se si do të ndodhë në momentet në vazhdim. Domethënë unë e shoh që në këtë rast, domethënë Miri po rin shumë i heshtur, po rin shumë i qetë, nuk po flet fare dhe sikur po kënaqet me gjërat që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Domethënë e kam pritur pak Mirin më të mërzitur, por siç duket mërzitjen e mban brenda në vete. Dua të marr mendimin tuaj.